nëse kthesh mrapa një javë më herët, Ilir Ferrati në studiet të emisionit Debat Plus deklaron që ka forma të ndryshme të shantazhit se si po shantazhohen delegat në raport me votën. Nga ana tjetër, e ke një pretendim komplet tjetër që po ndahen edhe poste ministrore. Për shembull, Shqipe Pantina tha që kom dëgjuar, se mra me po ata Shqipe Pantinën, po edhe një natë më herët në interaktiv të KTV-s dhe tha që kom dëgjuar që po ndahen poste ministrore e zëvendës ministrore në qeveri për në këmbim të votës së delegatëve. Pra, të dy palët pretendojnë që ka një lloj shantazhi, joshje dhe pazari në raport me votën e delegatëve në kuvendin që ka më mbajt nesër. Interesi publik është shumë i madh në raport me këtë temë. Sigurisht. Duke qenë interes i jashtëzakonshëm, diku rreth orës 5:36 minuta, e kom pranuar në email Të ditës së djeshme. Të ditës së djeshme, domethënë kanë qenë videot montuar me audio përgjime. Okej. Audio incizime. Audio incizime, po do bëmë montazh të gatshme për transmetim. Domethënë dikush që hajt në hang shforën transmetoj. Okej. Edhe pat bip efekt shpesh herë në mbulimin e emrës gruas, mbulimin e emrit personit i cili folke, edhe më ngjalli pak dyshim. I dëgjova, madje kesh duke dreku në atë periudhë kohore, i thash në email që në kjo fund, Emaili ishte anonim. anonim, madje proton.me. Po. Me, domethënë, Me është domeni i malit të zi. Po, vetëm proton.me ka diçka tjetër. Është thuajse emaili pa zhurmueshëm. Po. Nuk mundesh me Pretendohet se është. është, domethënë, është vështirë në raport me Outlook-un, Hotmail-in, me Gmail-in, është vështirë ma ndej me përcjell domenin në proton.me. Se çka kom bëu në prej momentit që e kom pranu, u mora me vërtetësinë e saj, edhe na si gazetar, që të punë e kena, edhe hyna me kontrollu çka është proton.me. Është forma më e sigurt se pas proton.me me dërgu edhe që gjurmimi nuk duhet më kon pjesë e mundësisë të trakimit prej njëri drejt tjetri. Mirë. E ktheva emailin, thash ka shumë bip efekt, nuk i plotson standardet e Debat Plusit për transmetim. Në rast se nuk dërgohet si audio e plot, ne nuk do ta transmetojmë. As 15 minuta, 10 minuta, 15 minuta, më falni për jo korekcin në minuta, e kom pranuar emailin e plot. Më ka bënë një kërkesë. Ju lutem të kesh parasysh sinjalizuesin, rruja identitetin.